Mirëmbrëma telespektator të nderuar dhe mirë se na keni ardhur në episodën e 9 të Natcastit po Çuçkat. Mirëmbrëma në epimie shok të Çuçkave, faleminderit që ndani kohë të na ndiqni, faleminderit që na bëni subscribe në YouTube dhe faleminderit që na bëni like dhe follow në TikTok, Instagram dhe në Facebook. Mirëmbrëma shok të Çuçkave në epimie. Mirëmbrëma, faleminderit që na ndiqni ditën e diel në ora 22. Ju që nuk na ndiqni, futeni ke çuçkat.dalia.mk dhe aty keni të gjitha. Lila, pse qeshën vlla? Pse qe? E bom muhabetin se s'do folim te. I ka pjas perdja. Hape fol çitet keqe ndash. Aj. Kom emocione telespektator të nderuar pasi që ri pranë një plakut të katundit. Këtu. Kolega im bo plak katundi. Shqiponja e muhalës për ndreshe Abdil Qerimica. Që unë e maj, vetëm atë. Ti fol unë dhe maj atë kadrë që o bëftir publike. Unë e rejheshë. Aj, rejte. Vazhdo. Na duket interesant neve taj tre benefityr publike, politike, si adisi. Se nuk i na mësov ma para kështu. Ashtu. Po, taj do të kujdes që dërzhava që shbër me një epizod. A tho kjo pasoj e asaj debatit rëndë që e kishim javën tjetër? Excusez-moi. Mendoj se po. Si Se epizodën e kalov, bajdi i dul zot, e në ato e kam pas e ki ka kapacitet në brone. Që është që nuk duhet në mbronë. Defanzin e forte, ka ne ja vazhdojmë klauzollën e në 4 vjetë. Nuk se kisi ishte atë, ishte ama e panë se o forcot defanzivishte. Po ku mushtroja ja që trupi opozitar kërshi kompas. Di shërbene, center back e kam bote ja. Begash? No, center back i thunë. Ashtu? Pesë që kam bote shtoperte i taj. Absorbon. Muhabete. Si njerë muhabete. Si njerë muhabete. Urime të thëmë njerë pi vlajt. Buris gjatë dorë, nuk urime. Qerë. Faleminderit, po nuk Mrefshim qëte i ishe bo nën kryetar djege. No, kryetari mallës tim nuk jem bo kryetari Kryetari Istanbulit. muallës ishe bo, mrefsh u bofsh kryetarve i kitë gëstivari, që të thëmë unet. Ja dorzove? No. Mandaturën, no. Nuk dal para ti. Aj me mu duhet dale për balet. Ka dalë shte, prejt pak. Unë para Lilit nuk dal. To bo interesant. Që ku e thon Prejt publikisht. pak, no, ka dalë se nuk dihet. Nuk dihet. Nuk dihet se te hec me hapat nga dalë për të sigurt politikë. Ai përgatitet për kryetar komune. Ashtu? Pa, dime 29 të kësmet. Ate kështu i merë postet pi poshtë, e tërma, mund të vje pona që dime 29 në tini kundër kandidat. Kundër kandidat unë Alili. Pa. Nuk besoj se dhe vijen njerë pona, se nuk unë personalisht... Për qani panvarë ataj saglon dhe jetë, se ati nuk ja varën askush, Respekt, pi partive. Se e shofin si delezjes. Po. Së ndunë mu në për shtabe, hiq. Kush be nuk don. Asnjë, hiq. Kështu në shërë ndunë, ama kështu politishki nuk donë asnjë. Nuk don, a? Pse be nuk e du një lakat? Këtë nuk e dun se e ka goja në shtu si e ka. Shumë ashpër e ka. Si Erik Cantona morë cërvena, unë shumë për andri nuk i shërbe. Nuk e dun, plus asaj nëse ki sune ma e mbrenda. Zopi dhe qani. Nuk sune ma e mbrenda ki e thot, a politika nuk do t'ja thosh bashkë. I madhi unikatili ka thonë, për Alilin dreqin e ka panësia dhe e ka pështi. Si do qoftë. Në me thonë, ki nuk mund të hejnë politikë. Unë mendoj se ki se pranon asni Unë partij. nuk e kom synimin të im politik, ama për komunën tim dhe kisha pas qef të bëjë dënise. Përmendem për të mejë. E pa shumë e tha atër. Atër, kjo e vinë se unë du të bëjë dënisen për komunën tim. Nuk kom hi une për sejt e balit, se u do gjën njerëzit. E shef, ne si defanzivën me njerë. Po si? Po nuk e kam fkat kote kata. Si do qoftë unë kom hi për t'i dalë zot muallës tim, nuk jom bo kryetari Istanbulit, o Alil. Për hajër, qoftë për te, për muhallën. Raft muallë im, Raft muallë. Ne kemi një shoq politiqar. I dashur, nuk jom ala politik. Sheve, lajmi që dul atej, sheve kishte kene kritika. Po normalve se dëkush nuk e ka qef politikën, nuk e ka kështu për qefi. Dhe një s'don të politizohen, po si do qoftë kush nuk e din, mund
ju e dini, se unë kam qenë krijatari i muhallës tim, kjo veç ma kam vazhdo kontratën ma kam vazhdo, mirë për kjo nuk dëndronë asë një sen kjo une, se unë jam prapë që që jom, e ne dhe vazhdoj, e ne president me u bo, prapë që këto me ju bashkë dhe t'i qajmë hallet e dirdet e në dhe t'i qajmë zardet tona. Që përdojnë me thonë të dashur quçkat atar dhe ju shok të quçkave si thot kretari Pjaku Katondit, a di si pin epizodin e parë ka qenë politik? Po ju se keni dit. Po. Ama ajo nuk do në thote se ke quçkat a i bon politik. Ja, këto s'ka. Alila? Ashtu është, e në unë e mendoj. Nuk se s'do të bone, po s'u bone. Opozitën e forte ka. Opozitën e forte. Ndoshta subkonscienca e ti do të bone politik, ama ka eksperiencë politike. Ka eksperiencë politike. A disin e kina pit 2015 aktiv, që 11 gjë. 2017 kom qenë këshilltar. Po, 2017 ishte këshilltari i mut mukakët. E vërtetë, e harrova unë këtë, po, këshilltar. Advokati shejtanit. Advokati shejtanit ishte për gjithë. Si harrova unë këtë? Po, më kishte darë kitë komplet për mendes kjo. Se ishte këshilltar, 4 vjetë të tëra. 4 vjetë të tëra. Bravo. E ne ishte një eksperiencë interesante. A kom drodë një sen pjatër? Vetëm qo, se dule për këshilltar. Ne ku t'u bone ma i mejr. U bone fri, klauzollën, kure ishe ma i mejr. Si kryetari muhallës je ma i mejr se këshilltar, se këshilltar ishe ma i keq. Shko ishe ke komunën po, nuk e domi. Alis ishe komunista te. Në kuptimin e fjallës. Ta i e pak ma ndreshe. Si dhe qafta e nuk ndryshon personalitetin tim, ene këto s'ka dëboha jo po. Si do kjoft, le ta lej manësh politikën pak, ene shumë bukur dukeni me këto majicat. Shumë falënderit. Me quçka. Me quçka, një fe duken, me ne unë e kom. Bile dhe kësha thonë, bëm një 100 capa t'i shpërndajmë. Ti shpërndajmë atë t'i shasim. Cefte t'i shpërndajmë, pa me u përqet t'i shasim. Sa t'i pësojmë, në shterit masi dhe t'i shasim. A ku shvavoni këto majica? Këto majicat unë sa e di ka bu vlaja disit. Sa vlaja disit? Vlajnë disi stomatologe ka. Po, ne qenani isto si a disit. Mendo këtë fizionomien e ka një. Që e sheve? Shef ku se pini none një bame, jo? Qenani prind. Merë për në këtë rast majicat i ka po dini, djali qenani. Apo, nani printi. I lumë shindurët, e faleminderojmë për zemërsisht. Si e qyshin gjallin? Dinin. E faleminderojmë shumë për këto majicat. E në për shumë gjoja tjera që na kanë ndihmu nëve këto në studio. Që një dorë të vërkiqe për nani printin. S'ka problem. I merë kreditat nani. Të dashur që shkatatar. Po. Ta jam kom një pyetje shumë serioze dhe sociale për ju. Hajde. Martesa. Ta i të vupejs shumë njerë global, na është merë të martohesh o nuk është merë të martohesh? Merë të martohesh. Va që o martohu e dina o merë të martohesh o nuk o merë të martohesh. Loqkës. Varet e në cëllën e pejtër. Varet, A juve të vupejs? Unë personalisht mendoj se martesa është hak. Se cëlli moshkull duhet martohet, po e në jo rasisht Zoti ka kriju një burë e një grua për kriju familje. Martesa është një akt i shenjtë për mua personalisht, nëse më pejten mua. Shërben e në mu gruës tim, po e në nënës tim, babës tim, po e në pasardhës vetë me, që dhe vinë mas mije, në thonë për shtimin e populatës, njeriu duhet martohet. Për natalitet. Për natalitetin, po. Ne, për shtimin e populatës, duhet martohesh, ama duhet bësh minimum 3 colt. Po. Për shtim. Po. Për ta shto. Për ta shto, se jetë di, nëse bon di që atë e manë numërin, nuk shtohesh. Po, e në njën jetë plus. Kur e bon 3-in, jetë plus 1. Po, si... Jo rasisht ne shqiptarët shtohen, se minimum 3 kanë. Mendoj kishin, ma para, ta i shkën ama unë kom di, ina kështu të bo marveshje me bashkëshorten për fëmijën e 3, nëpse shteti nuk kep më dhurat për 3 odete, beneficia për 3 odete. Vërtetet ke shteti, Ate të mësele, Se di, unë kom
faktikisht 2 motra, prinderit e mi kam bo 3 fëmije, në unë kom pas, si të thom, si ondër, të kiem 3 fëmijë. Që do me thonë se unë duhet bëjë në një. Me hesab duhet bësh, po. Që për të shto, a? Po. Të 3 do të bëjmë nga një. Të 3 duhet bëjmë në ka një. E po, ta apim besa këto. Ta lidhim besë. Nëse se dulëm pi teme, martesa ishte tema. Po, martesa, në unë mendoj, po, martesa është një gjë e mirë, gjë e shenjtë, e në është një sen që unë e përshëndesen, e përkraj për herë. Shumë bet diplomat më bo vaktin e fundit. Ashtu është, ala 24 saat nuk ka përcefike, postimi është zyrtar, ala. Nove, Folën sinqerisht. si Abdil Qerimica taj, nuk folën si Adis. Po normalme, ndryshe njeri kuro i martot, ndryshe njeri kuro i pa martot. Në pjasaj mund të shofi se ndron. Është e vërtet se ndron një njeri kur martot. Vale, dë njën i ndron për të mirë, dë njën i ndron për të keq. Unë e kom fjallën për të mirë, taj. Okej, Se, takina qartë. dhe me thonë, ndron kënd vështrimi të mendomes, ndron strategjia e jetës se ka do në ta qysh, ndron shumë se ende ndrojnë. Do me thonë të e përshëndet. Unë e përshëndesen e jam i mendimit se njeri duhet martohet, si një obligim e ka që të martohet. E po të ej pitja e radhës pason kësho, a është ma mirë të martohesh herët a vonë? Alo, fole ki që jo martoh pak ma vonë. Po, është e Unë se di vërtet. si jo të martoh është vonë, a di si e din ma mirë ta pesim a disin si jo. Po, Qi më martoh ma vonë, znači, do me thonë. Imanesht. Imaneshto. po, unë jo marto ma vonë, në vazhdoj të jemi mendimit se njeri mërë të martohet, mërë dhe ishte të martohet pak ma vonë për disa arsye. E po të ej kësa ajo vona. Po vona, nuk thonë 5-8 vjetë, kur je bua ma me di stenda. Ama njeri mendoj se duhet ta kalone që atë një 27-8 që pënet një 30 që për burin foli, që ti kalone disa fazat adoleshencaj, ti kalone do filma me Bruce Lee, ti kalone do situata kështu, do thika në zemër, e më thash, Piqet me një fjalë. Piqet me një fjalë, po se për shembull unë Ama kjo deklarat e rënda ti s'kujdes. pse? Se tha e për moshklin, ti pretendon se moshkli piqet ma ka dale. Pa jo e vërtet se piqet ma ka dalë, dhe një s'piqet as një herë. Kupton? Ama njeri duhet, unë e për vete mendoj, shumë kratko, i thjesht dhe shkurt thënë shqip, duhet t'i kalone, sidomos në këtë botë që ka erdhë, në këtë ka zamani, njeri duhet t'i kalone disa faza, se ndryshe është kur martohesh ma vonë të je pak ma i pjekët, se kur kje 20 vjetë mund të hashin atëherë martesën, ama unë e mendoj se njeri një moshkull nuk është i pjekët për të martohu atë shherët, se duhet majsh familje o vlla, duhet majsh grua o vlla, duhet majsh shpej, duhet t'japish një kaje familjes. Dhe nëse kje 23 vjetë të vetë së në mash, si da mash familjen. Po sa ma herët nësë ta mash familjen, aq ma herët piqeshen e te. Kur do bosh 30 më je burr shpeje. Pa nuk ka e pjek mja me dukme? Po me eksperiencë është e pjek, ma. Ti nëse nuk je pjek 23 vjetë s'din si ta mash familjen, e në 30 vjetë ti s'din si ta mash familjen, se ti si e martoh, s'din si jo ti esh i martot, e në 30 vjetë, e në 20 vjetë. Ama ti s'din si jo e martot, ama ti nuk dine si të dukesh një fmi, se ti ala je Fmi. pa fmi e 23 vjetë, 4 vjetë, qish dhe mësysht e një colë se si cëllet? Po, dëmso është e bashkë me atë si cëllësh. Po da ja të rejtë nga bashkë na qish Po, të do prej. rejtë e në bashkë. Te Lili, thot, si mas Unë e jom, qish folën a di si kontra. Unë mendoj ka se... dalë, pret se mora vesh ti se pra, ne ki non stop thot që ki dhe folje para. Po be që Që të ti më da... kundështu. No, ke kjo tema unë jom, do me thonë, e kom pas picull men. Piku e kom pa dajen tim se o martoh 20 vjeqare, nuk kom thonë të martoh 20 vjeqare, e kom kaskandejs se o martoh i ri, e nepse unë sunem rejna. Më duket ka qenë problemi i dajcës, nuk. No, be në dajca ka qenë e re kur o martoh daja. Ku e di une, nëse daja 20, dajca se di sa vjeti ka. Duhet t'ket qenë ma ere, ose isto A jonë se ki di. edhe një dajcë beqare? Po? Nuk kom.
Unë jom pro martesës sa ma herët. Natyrisht, ajo vin çështje personale, është si thuhet te piqesh, duhet piqesh, ti bësh do gjoja, unë jom kundër asaj. Te nëse i ke bë do gjoja si i ri, a në kur martohesh ti mund ti kërkojsh ato gjojat e në ke martesa ama si kje. Faktikisht e je i njofshët me ato avanturat e tuja që shke bo ma para, eksperiencat e tuja të shishta, dhe supozojmë ne te që shke ka përcen, e te i ke martesa mund më i morish ato beneficionet e avanturave tuja. E ne mund dëshprohesh për martesës. A në qoftë se ti martohesh i ri, e ne eksperiencën tonë e kryon me bashkëshorten tonë hap pas hapi. Do me thonë, jetën tonë e zhvillon me bashkëshorten tonë, e ne te mos se din si jo ti esh avanturist. Po be Alina më. E ne te i knoqët me familjen tonë që e kryon. Po merë me, qish ndodh me këto që i ka pubertet i vanshëm, o Alil? Qish ndodh me këto që i ka pubertet i vonshëm? Preshën. Preshën krej, E po atër? morin qa familjet e E veta. po si pasuje kujt vin kjo? Pa jo vinë si pasojë karakterit preshët. Si pasojë kujt do vija pa ajo. nuk është, ajo si pasuje asaj që një njeri në këto kohë nuk i ka kalu disa faza të adoleshencës, nuk ka hej filmave drobaqeve, sidomos moshklit, e ne mrapa rastesën dhe kundi jërmë hin, e ne I grisën çorapi raskërsnic. I grisën çorapi E ne raskërsnic, vinë në një e terzi. ne mrapa e lenë mengja, e ne mrapa duhet të heke fmiu, duhet të heke gruja, kote kot, a kupton? A be, fëmiu gruja o tjetër më abet, ajo po se hekin, ama si ta të thomë, një njeri që pubertet i vonshëm, si e thujmë, ne pubertet i vonshëm, vim pi 30 e tërma, nëse nuk e kom gabim, do njoni pi 40 e tërma, Vare, do nuk njoni na duket 60 e vetvetja se i na pjak, mendoj, din, ama njerëzit na shohin pjekët, ama ne, ku e ti, unë s'kom pa, Gjeneratën time njof, unë e gjeneratat ma nëzoja 40-50 vjeqar, qish puberteti quhet ajo 40-50 Ajo mo e dalet pi kontrola. Puberteti pjeqnor. Puberteti për hershëm. Puberteti për hershëm. Po, dhe një jetë evergreen. E kom lafin se këto tipa që martohen ma herët, probabiliteti e në shansat që në më të mëdhoja për të usmetet në pjetësej. Nuk thom kitë. Ama shumica e njerëzve mendojnë, besi se në ju mendoni si une. A ben këtë... Ha? Për herë të parë, mitë të dashur. Ajda me mendon se adi si e në unë me ndoj se adi. Po që mo, në dorën. Që e dorën e fëmijë. Falemderit. Prapë unë e kom të shtoj. Po te kje shtese E ne se pajtohem. goja jot nuk nuk nalet. Veç të spjegoj, më pëlqeu kjo e Adisit, se me vërtet, nëse te je izolo me njerë me një fazë, ku kitë lullëzojnë, në 18-19 vjetë, 20, te je izolot me një partner, e ne martohesh me 19 vjetë, me 20 vjetë, e ne kje eksperienca vetëm me një njeri i izolot, te kur më rejnë që të Adisi 30-35 vjetë, njëherë du të të bjere shansa të i të hejsh filmave Bruce Lee. Si? Të të ndodhe, se të të ndodhe dhe njëherë, a të shkysh dhe kundi, a të dalish dhe kundi me shokët, A kështu e kur te je... tho, a në kësho pas ka. Po si, a në kështu pas, a kështu kur je i pjekët, tho kështu ka, ama në dine në pasuje në asaj, ma pasë ti i ke kalo do më abetë, Abe, ajo tipi pi tipit ndalon njeriut, shtej, kom një shoq unë e thot kollajte ti është na muzlik e xhameja. Ma dhe i është na muzlitej në kafe me muzik. A mund bosh na muzli. Shkalim kafe me muzik në muzliu taj. Po që atë thomë, a mund të ambash atë burnejën tonë dhe me thonë, mo të ratësh, shkush kafe me muzik, shkush na për vende ku ka femna, e kisha lafin. Femuna. Shte femuna. E në të buash na muzli. Ose, te kur nuk të bje rasti, se cëli është, edin burë shtëpijak. Me tra rastit e sa mund ta mbrojsh karakterin tonë, në nderin tonë të jednostavë, nëse në moshkulli ka një nder, se nuk o vetëm femna se ka nder, sa mund ta mbrojsh nderin tonë, ai që o i prejshët mendimi im personal, ajo i prejshët e në 20 vjetë, e në 30 vjetë, e në 50 vjetë, e në kur vdes, a i prejshët vdes. Tamo, okej, ama nuk e kisha fjallën për kitë, ka njëri, ma para pjetë që thoshin shefja gjinsin. Po te që kanë një gjo, folim që te ka dhe shpërë. Shefe taj.
Si ju thuni puberteti vonshëm me ka ro ka 35 vjet se ka qenë i martot për 20 vjet. Pa ai nëse s'ka qenë i martot ai në me bot 35 vjet me shko me femna, nuk thuhet se ka ro puberteti vonshëm beqar, o bon çish don, knoçet ai. Nuk e ka problem me vëlla, nuk ka puberteti vonshëm, ai një njeri beqar 35 vjeçar ka drejt të bëne çish do te, folim provonet, gjone bashkëshorte, ama një njeri i martot Nuk ka drejt që bëne çish do te. Nuk ka, ai duhet beqaro i ngjan jednostavno ati beqaro. Njërë dhe kondi dë nisen i gjanë, dë nisen nuk i gjanë. Njëri duhet të kërkon e fatin e jetës vetë, valla, se ne shumë në kanë degeneru këto, se disa sende i kanë bë normale, ma para e manë me që i thëshin kur je i vogël, habe sa dashnore kije. Se pia te nisë problem. A ke rok dëni dashnore. Kur e shef dëni të vogël, the, habe, a ke rok dëni dashnore. Pia te nesën te degeneron colli. No, E në ka te- pimi e këto. Pia te ti zën ta diktojsh colli atë të bëhet pedera no. Se ke peta tonë në femën se op, thot ai e din te e shef interesimin ati për femna e ka për moshkull. Po pse më i thësh ati a kije dashnore, po sa dashnore kije? Po te nuk ja ep mundësirën atit me ndone se a ka, s'ka, dhe diktone se sa ka. E nuk, Ajo mu pëlqen, ka mu së më pëlqen pëlqen. teknikë. Mu nuk pëlqen se te pin fillim, Ta pensim këtë mas. Cëllën, sa dashnore ke pas be? Pjot, Sa pjot, sa pjot. pjot, Sa ha? vjeti kje te pjot dashnore që ke pas? përmi trave. Për Abe, me 3 leje. vjet. Si kom dalë. Ene- Si ka dalë, ke klasa kje te 25, me kit ke dalë, te ate, a qish ke bote? Shka, nuk kom. Po te, si qun te dalë me te, me që kit qish ke dalë te femna i ke pas? Që? Generate degeneruar, për shemë, që kjo ka dalë me 36 vjeti, ka unë 30, te e shef si folën. familjarisht 30 femna s'kina dalë, kitë moshtë, kitë kesh përja. Po ti nuk e shef sa e folën me mbudi, o vlla, burret njeriu se ka pas Ama- shumë dashnore. Kjo o gabimi. Gjinjen, po. e Po nuk pi mendoj se sefte kjo është ajo, pi coll kur je ti të mësojnë këtu gabimisht. Ej, sa dashnore kije. Te e dikton. Qishabe kush e ka qit me këtë muhabet? Nuk e ka qitë Pi ka vim me ki muhabet. këtë muhabetin, ki Mere muhabeti tha është... Lili, që këto mere tha. Më thonë, ki muhabeti ka qenë si një test Po, pyetje për ta diktu orientimin. Ka e ka. Ka orientimin, colli jo te petën, a ke dhe një dashnore, ti fëshnjore, o colli din a ke kap dhe një dashnore, na qim marohet, don ta diftone ata, mosun e diftone, në regulli e ponën ma. A to qish dashnore me thonë, para me thonë, qish dashnore, qaj, a jeti normal dashnore, unë nuk kom dashnore, unë zë, ruju pi ati colli. Probabiliteti ati është shumë i mos dhe me dashnore të bua. Dashnore me eme. Zoti mos e bë. Taj Nëse se ma devijave. probabilitetin e folim tishte ashtu, nuk dhe kishte pedera ndinjo. Që ka, që të bëj? Nuk i kom qitu në ato. E në ato babat ative kanë thonë që shke nuk bëhet ama që jo më bëhet. Zarë pse nuk i kanë pëjtë sa femna ke pas, kanë qonë ma kujdes shumë, kështu. Edhe nuk i kanë dëm topë që kisht moralisht, e në ato. Taj, një vërtet e pa mohushme është. Tamam. Fatkeqësisht. Nuk, se tema devijave muhabetin ma Ke shqipë martesa, Emi, e ja këtu. Pike martesa, unë dusha të thomë se mindsetin që e kina ne këto, pi zvogli do me thonë, nëse ne degeneron colli një ka që. Ven që ti thote, ej, a ke gjithë dhe një vajs, a ke gjithë dhe një që si e paramendon shoqen gruën tënde, A të shkon shkolla. a të shkon shkolla, ke morë dhe një pes. Këto, dhe të lije gjali, ja gjali shanka për none. Ajo, taj mbaret prindi për prindit Po talon. faret prindi për prindi, ta maj prindi kur oj pjekët, kur t'i lene colli ma vonë, ai do ta mësone që tërsen, do ta mësone gjalin çane për none për shembull, të din se nuk është mirë. A kur o ma i ri, ma xhame, e në ti, nesën e në fëmjën, e kom fjallën se në fëmjën nuk dhe kjesh, si ta thom, sikur se nuk kje prirje për ta eduku, sikur se me pas 30 vjetën e 20 vjetë, nuk është njësoj. Po ti nuk je vetë me i pjekët në 20 vjetë? Po që qa du të ta thom? Se... Unë mendoj se nuk je i pjekët për... Po hiqbe nuk je 20 vjetë, po... Te je i pjekët për të punohu, dhe një sent. Për të marrë kopaqin, ose për të shku në fakultet, për të studio, për të zhvillu tronin ala. Je i pjekët, ama nuk je i pjekët te me 20 vjetë të edukojsh një qeter. Hala nuk je as kërkondi, te No, fluturon. be shef, unë nëse fol vetë 35 vjeti komune, unë nëse e shof aj Halili që ka qenë 20 vjeçar, ta shofe këtë Halilin që o 35 vjet, nuk don ta shofe.
Nuk ina di njerëz ina. Ajo tjetër, unë jam tjetër. E në unë me atë mend që të kisha bosh tjetër, me këto mend që di bëjt ai, Qish për shembull? a be me 20 vjet unë kom dash shumë gjoja tjera, si nuk i dut ai. Tamam. Shumë thjesht. Do me thonë, Kom dash familje tjetër të krijoj, kom dash e kom pa jetën shumë më ndryshe se ta sa e shoh. E din prioritete tjera ke pas. prioritete tjera kom pas, po e kom mendo se fëmit do t'i kiem drejt. Valla collit Gostivar dusha t'ja vëndoj emrin. Te çish ti Pse Gostivar? Po që të bom babe Gostivari, që çat menden e kisha unë atëherë, se ne e bom atë muhabetin. Ama ta e ka ndro ajo ai mendim, e në unë nuk jam me ato mend që i kom pas 20 vjet. Merë po, taj problemi është i joni se ne nuk kina të pjekët me 20 vjet. Ma para, babalarët, babat pjak, kanë qenë të pjekët. Pse, si na kanë rrit, si e kanë rrit Nuk kanë qenë pjekët, Alil. Po, Adis, shumë thjesht, unë e kom një mendim temin se ndonjëri nuk piqet e në 50 vjet. Të në me e lon beqarin, me në beqar 50 vjet nuk piqet ai. Okej, aty në rastet Se rrallë. martesa është një akt Po, natyror, mendoj një akt I shenjtë. i shenjtë që insoni kur hipën ke ajo pozita e martesës, kur bëhet burr i dëni gruas, ai ti i shton obligimet e në atë moment ai duhet diktone se ka obligime tjera familjare, nuk ka vetë. po nëse nuk din si ta çone. Po nëse nuk S'din. din si ta çone, ndahet pi gruas, si ndahen kit shumica si s'din si ta çoj. Te duhet dish ta çysh. Ki e non, ki e bab, ki e familje, ki e shoqëni, që te ka mësove Mori valla te shembull. pse don të martohesh kur s'din te. Nuk martohet insoni, hajt dal të martohem unë. Po dashurohet, po shef se mund të krijon e familje me një femër. Kështu ka edhe një koncept tjetër kohor, mendoj unë. Po ta Përpara- ajo Falë, se- tjetër. Ajo Faleminderit se tjetër. qa dusha ta thonë. Shkurt, përpara nuk e kanë gjek Bravo. jorganin për një plesht. Po, bravo. A be përpara, ai seni ati ka pa 30 femna, se ki bukuroshi si tha unë kom kalu me 30 femna, e ka pa 30 femna bite vej jetën e vetë. Te një qil me Instagramin ate, ki top modelat e dinjoj, si kia ate. E në te o shansa ma e modhe që te të ti keseni ke dhe nisen qëtëj, se sa ka qonë të ti keseni ma para. Ma para i kam pa ato gazetat. Si kanë qonë, si ishin ato gazetat, bravo. Qishka ate dhe një femën tjeshët, e ne jo në ekscitohu. Ta e te shef të lish platforma ki e gjëja sende ku njerëzit degenerohen e ne mu së më pëlqen fakti ajo e ne jo më bojnë se bepe që i preshen familjet. Dhe me thonë, fakti kohor është që ajo, se ma para njerëzit kanë qonë ma të përkushtot ke familjet e veta, jo më pjek ma herët. Nuk jom pjek ma herët, nuk kam pas qysh Jo bëjnë. më pjek Se ka badis qonë ma ona herët, me baba. unë Po shoh qyte shembull bue? ke babajem. Babajem 23-4 vjeçar, 3 fëmijë ka pas, o vllaje. A unë 25 jom marto. Çeku o babajem, shu që kom. 60 vjet i ka po. Njeriu, kom muhabet me njeriu, do me thonë, unë se di si jo ta kesh babën 80 vjeçar, si një gjallë 35 vjeç. Unë me bo sa ma i vjetër e bon cullin, te sa, a dhe e shofi shëndetin ton, a dhe e shofi cullin ton. Te me A ti 20 ke vjet, drejt. kje takat tresisht cull. E po du me Te me thonë, 35-40 vjet, topet ajo dëshira e Ndrome spelera. ndromes pelenës, mëshirës ndaj fëmijut, e din se te më je pjekët, kje ga le tjera njëtën tonda. Kur je 20 vjet, 18 vjet, 22 vjet, te me ekscitim, me kësho, me hamendje, te do në qofish se qish ndodhen me atë sollin. Unë mendoj se i vetëmi benefiti i martesës hershme është se collët i bën ma herët. po, Ene me një moment, ka një moment jetë ku, si thote, bëhesh shoq me djalin tënd ose shoq me babën tënd. Ene të qëtë pi liste, prindi ma herët. Shefej, Do me thonë, ka ene- Nësa bon 40-45 vjet prindi, i bëhet djali 20 vjet, 25 vjet, me vjet, një dhe thot, the qafën bëtë gjdush, aj mapa mund të shioj jetën. mera ma shtaj parashtrojt pyqa, a i kje ma shumë benefitet? Po a i këto kje... problemi që unë du të shpalos, no. A ka ma shumë benefite martohesh ma herët, apo ma shumë benefite ka të martohesh ma vonë? Mendimi im personal është se ka ma shumë benefitet martohesh ma herët. A unë mendoj se ma shumë benefite kje ma vonë martohesh. Pse? Por ke? Por ke? Por ke? Por ke prap dhe ta përsëris. Dhe personale është kjo. Personale. Hiq, ta lexova truni, smeshta. Qish mendoj? Do të knoqesh ti, një herë, po masi të bësh gjëja tjera. Nuk. Po qish është? Po unë është se ti
Nuk mund me të thjeqësh familjet e qiri, pik. Sidomos në këtë vakët kaq të vështirë. Ma para nuk ka pas as telefon, as Instagram, luop ka pas, fosh ka pas, sjalic nuk ka pas. Ene qate ka pas, ma shumë nuk ka pas që shbona, valla. Ka bo 20 vjeti ka mëso kitë si ta mjele lopën, si ta mjele capin. Ene si ta kosise bafqen. Ene azër ma, bo gjalli për të martoh. I kam vesh ma para një paltir që në të shajo ka Një paltir që ta i prap e kje që qatë, mora prap ta ushqish, mi unë prap t'ja ndrojsh pe lenën, që shka bo ajo para 30 vjetëve te duhet ta bësh prap. Ama dinjoja ka ardhë shumë e keqe, se shtaj nuk mundesh me njeri unë fmiun, duhet ta ruish pi shumë sendeve, a di sa e vështirë ka ardhë kohë. Për para degenerimi ka qenë privat, qëtaj degenerimi o bo publik. Tamam. Qëta jo bo në mod, degenerosh o fa, katastrofë. Për para ka ndodhë kriminale, si tha e parës ti ka shku kimate, haj me këtë filma turqe. E në për para ka pas. Po jo në majt, mare ka pas për para, vla, shtej s'ka as një mare. Ka pjas perdja ma. Pjas perdja, o vla. Do me thonë, ku bëhepet O normalizo, është- e shtalosh collin odhave. Po. Normal jo. Për këtë shkak une mendoj se ti duhet shumë ma shumë sende ti mendojsh ta jo vla, nuk ka një send. Nuk ka një send, ma primitive ka qenë jeta ma para. Ma mirë. Ma mirë ka qenë, po. A më të shtajo ma e komplikohet, taj duhet të arrujsh collin më të të hanë qënd. Ke shkalla, për shemull të mësysh si truhet pi qenit endacak. Po, ma para jonë rrujt më kejtë se taftabiti, ma morë zgjeben. Ma e morë Ma para ka pa, gajlet kanë qenë njëta vetëm kanë ndrohë mënyra, forma e trujtmeve. Po prandaj mendoj se ma vonë është ma mirë, ma i pjekët të je si prind për ta edukohë se ti ke pa ma tepër. Sidomos generata tona që kanë qenë kanë qenë në tranzicion. Kanë qenë me një mosh ku ne kina kalu pi 30-30 Nokia kina dalë ke iPhone 17 Proja sa ka dalë, kupton? Pi pa telefon me telefon. Pi pa telefon kina qenë, po. Në telefona kina marrë pjesën e 5. E varnja mas qeres me kall, shkojsh një ke Tesla. Po, Kitë ta i ke këto Tesla. gjenerata jonë. Do me thonë, e kom fjallën që t'jem pak ma i qartë. Ma kollaj ka qenë ma para me familjen për të u thjeq, ta jo 300 herë ma rondë. E në me ndash kushte financiare, ndash kushte si dushte edukativo arsimare, në kitë sferat e kje shumë ma rondë. Shef, prap dhe hipim ke tema sociale, E në prandim do dalim më për duhet se do t'jesh ma i martesës, kjo nuk pjekët. ka të bua kjo me kushtet financiare, nuk ta ka fajn të jasnjoni se te i don ta qesish collin tot me 800 patika Gucci-na për sireta ati, te mund ta mashen e me një pal patika e me një pal raqa ati. Prap rejtë e taj colli shëndosh, nuk e bëjnë raqet ose siretat na për rrjete sociale një collin ma të mirë. Te prap e rejtën vetë, te nona e në baba atërës nuk jonë të pjekët, nuk 25 vjetë, e në 55 vjetë me i pas, a e prap nëse do në t'ja bëjt qefen, kushtet financiare nuk dalin, ma para si ka vesh becollin e për ta qitë në internet si retë, valla. Na kanë ditë neve si krejma në gjepat, e na kanë dë konta, ta e te një kolic duhet marrish 1500 euro që qesish par da ke parku ate se ke marrë kolic të forë, Rolls Royce unë e vëzis, po te kolic ke marrë, qish ke marrë collin desh ate si shate. E si të mresh atë kolicën të abjish me 20 vjetë? Se në bjish. Nuk duhet ta bjish, unë thëmë nuk duhet ta bjish, ki thot si dhe bjish atë kolicën me 20 vjetë. Që këto e ndalimet... Këto e ndalimet, se te mentalitetin e kje ta qysh rojten si atëherë, a di si të thot se kushtet ta janë këto, dhe me thonë, nëse ti nuk e bjen kolicën, te i dhe të kryqëzojnë. Shokët, shoqet, gruën Dhe të bullizojnë. Dhe të bullizojnë, si Po thënë le këto. bullizojnë be, Po le i thoma bullizojnë. fjallën e bullizmit që kemi thonë ne, kemi qanë të vogël. Në regullina, unë të kuptoj te ama qëtej nëse do në bësh si ato tjerit, te atërës nuk e në dëndash për gruas. Nuk ka, te nëse me vazhdo me mendimet e tjerve, nëse do në trojsh te qirojnë tjerit, nuk do në trojsh si do në trojsh te i vetë, atërës te kje problem. Si se kush, e në unë kom pas problem me bashkëshorten time. Merë be te a kje gjallë. O, Sa vjetë ka gjallë i madhi? 8, A i ke bgji telefon? i nuk. Halal qoftë. Nuk be vlla si kom Po gjithë shoku i telefon. klasës dhe kje, të i nuk i ke bgji. Ka shok të klasës Shok telefon, ti- babën shok- telefon gje, ka ai nuk ka telefon, nuk ka Respekt kartis. për Ai te. ka një telefon të prishët si kom dhonë une, t'lune dhe një loja të të bune dhe një sent. Ama telefon personal t'jap në gjep ati, ai nuk ka. Okej, respekte Që për ti. kësho, e në gjatë vakët zdo kje. Një prindi rëndont, që një prindi rëndont,
për shembull, do të shkoj, do t'i thotë gjali vet, babi, shoqi ka bgji telefon, e në undu iPhone 17, e di se me iPhone 17 ajo më bëtë sollët? Po jo mbobe me iPhone 17, e po në si një dhe bapi pa përgjithshëm, e bjin atë telefonin, e ne qëtë gjalin pi obavezës, si thujnë, pi obligimeve, qëtë mu baba më vinte, kur noshe, unë s'kisha telefon. Reshim ke parku në qytet, vinte baba, kur vinte, a e disha që ishë ndodhe. Da asha qite. Se nuk kom të, a ka thonë do vishte kur do nizën dritat e sjalicave, unë nuk shkojsha në shpe, a i vinte. A vëlla këto banderat kur do nizën, do vishin shpe, unë nuk shkojsha në shpe se isha të luj futbol. Dritat e Velikdenit? Dritat e Velikdenit, në centër si janë. Nuk shkojsha, mrefte, shef, ate jo mësoj në unën e babaje. Bashkarish kina morë mësima ate. E naj o mësoj se duhet të garansish mas collit tënd, e në unë një mësoj se duhet të angjosh babën tim. Reciprokisht, pëse ka qenë babi i miri, e ka morë vesh se që ashtu duhet. Unë, të i, si të tëmë, kur ka 40 vjetë, dhe tap një telefon, e na e dërejnë, i biri babës të lute me janë në shtëpi. Po sheve, unë mendoj se të kishte pas baba jo telefon, do të fkatë në telefon. Kishte pas të i telefon. Halam fkatën mu baba në telefon. Që mora telefon. Koha teknologjike ka ndro. Abe, qate kom... Është merë, unë jam me tej, më kjerë colli telefon. Mirë po, ha me ndohet një situatë që unë gjëna kitë tam bukne, në tavolin, e ne kitë shofim Reelsa, e ne aj colli do në shofi Reelsa, e ne te i tho nuk mundet te i shofi Reelsa. Po pse te i mundesh, ajmë nuk mundet? Nuk e për krahi këtë mendim une. Do me thonë ka ndro vakti. Po ka ndro vakti, ama te i shiftaj, ka ndro vakti, e në për shumë gjatë mera, te mund të morish vend të Reelsave collit ton, të mësoj shumë gjatë tjera. Si për shembull... Po ketë ta thot Adisi. Ketë do në ta thot. Ka të thamë. Po, ama ekonomikisht nuk duhet të dëmtosh ose të shtremosh me 20 vjetë. Po dëmtosh be se 1200 euro, sa një iPhone, 17. 1200 është, si do të qofta, më nuk duhet të abgjish. Po me pas 3 coll. 3600. Ropshin telefon që të bëjmë pare. Po, ku janë? S'kam gjik, i kitë do me thonë, s'ka. Shkoni me vla bgjini telefona gjallit. Qove mojinit vu bgjini, hish telefona, nuk shes. Du të thëmë se ti me nuk pas një bazë financiare, një stabilitet ekonomik, te nuk mondesh në esenca këto. Mbije, tu e shben këtë vakët. Me nuk qanë te i pjekët, që më qesish telefonin, në moment ku te andalon fëmiu telefonin, këtë e bën një njeri i pa pjekët. I tho djalit një që telefonin, a vetë rejnë me telefon. Në TikTok. I që e në te. Që ajtë të shofe te i, se te kur han buk nuk han me telefon, e na ajtë të shofe te i, nuk do haj buk me telefon. Shumë e thjeshtë. Unë jam me këtë pajtohem me te. Thjesht. Ama ma para ka qenë ma kollaj, qa dusha të ta thonë. Se s'ka pas telefon, nuk ka pas shumë nga ngarkesa, nuk ka pas shumë... Pra ne Adisi thot, që të kemi pramë te, merët piqësh vetë një, po mrapa, dzojsh pjekish tjerë. E mbaret be, me ki kalejni piqet për di muj, do nisen piqet për 9 muj, do njës piqet hiq. Voja zijet për 2 minuta. Voja zijet për 2 minuta. Grosha për 4 saat. Shte mbaret kush si piqet, e ne cëllën temperatura zihet. Do njoni duhet vlone ma pak qitë piqet, do njo ma shumë duhet. Do njo vlon për herë. Do njoni vlon. E që të bëjmë, ajo është çështje diskutabile. Mirë po, unë prap jo mi mendimit se një inson nëse martohet ma herët mund t'ja shofe hajrin e asaj ma vonë se sa një inson që martohet vonë, s'ka që shofe hajr, a dhja shofe hajrin vetëm vetës, kur gjotë qëtë. Pajtohemi në unë me këtu. Është mirë martoheni, ama nuk shumë herët e nuk shumë vonë. Ta gjini një mesatar. Unë jem, si da tomë, nëse hipim ke ma detal në pona, se unë nuk jo marto as herët as vo. Unë kom bo gabimet e meja njëtën tim, unë kom eksperienca personale, në unë e kom vendos që qatë që ka qonë enë ma e mera për mu. Shumë thjesht, 25 vjeqarë kom qonë, ama nuk kom vendos vetë unë për gruen time ose për krijimin e familjes time, se nuk kom qonë që qatë Sultan Sulejman, unë kom qonë njeri që ala sot e kësaj diton me nonën tim, babën tim roj me një shpe, në mburem për asaj si roj me një shpe. Mu kur kam vendos nona e baba im se që kjo është bashkëshorta e duhur për te, unë e kom thonë amin, se e kom pa me 25 vjetë se nona e baba im ma dun mut merën, nuk ma dun mut keqen. Unë pajtohu me që qatë fatin që ma kanë dhonë ato, e në unë jam shumë i knoqët për asaj. Që një dërë të Lute, mundet e kundërta dë njonit i thot nona baba, nuk mundet, a e merë,
Ama nuk i kanë kit një non një bab si A te. be, adis. Ene nuk jon ki tek gjallë si po Po me si, Ej valla, Okej. Dash një gjallë. Okej. Me nanën me babën, me cëllën të treshtë. Rrethanat ku jetojmë ne, te i njohim shokët ton, familjet tona, unë rall mendoj se doni non bab do kishte marrë një vendim të keq për fëmijën e vet. E din, nëse me një tronc shtosh folim, normal mund të ketë doni non, doni bab që nuk mund ta vlerësojnë një inson si duhet, se se njofin, ama ajo është shumë e rrallë. Unë kom eksperiencë personale, kur kom qenë i ri, ka pas rast që nona e babem kanë qenë kundër me dënjo që ma para unë e kom pëlqi kështu. Din kom thonë e pëlqi këtë, nuk mundet me nona, nuk me atë mende 20 vjeçar, 18-19 vjeçar, unë kom mendo se nonën babën nuk din, nuk i s'din të vlerësojnë këto, qish din pish një votit këto. Këto da më diftojnë mu, ku shoj e merë, ku shoj e keq. E din, ama me këtë mende si e kom sët une ku thom e din, të vagush i komët, që ato kanë pas dritë për që qatë që i kanë, e din plemen e vetë, se cëlli. Do me thonë, Shtaj nuk do në Megan Foxin për gruta. Po no, kur i kisha non me 20 vjetë, Megan Foxin e me shaj, bësha mislimonke, shpeja me njerë nosë. E në ta që sa gjibabën për vinkë. Degeneron familjen? Ta degeneron familjen, po si do qoftë, se cëlli 18-19 vjeçar, Megan Foxin, në atë vaktin tim Severina ishte e njofshët atere. Që ato i dushim ne. U bot zvezda Severina, se cëlli donë të t'kijet ka një Severina shpe, ama me kalimin e kohës ne e dikton se Severina nuk i shërben paches. Se ajo mund t'i gzone... Shkoj pjagu nga tondit. Foli me njona, taj. ish më njona, I shërben mualë Severina. Si da qoftë, qa jo është? Fino alla fine, Forca juve. forca juve. Bëll më hinë shumë ferave se të dinën e shumë jashur të bush, dinën e ta ashpërso, ja delat ja zdrove njëriut. Si do qoftë, njëri me i rot martohet, se fondi zoti e ka falë burin e negruën për të marto. Po, E ne, unë pajtohem. Pajtohesh, definitiv. Po, Si normal pajtohesh? se pajtohem, se kundër ta nuk i shërben paches. Njëri u buri duhet martohet me gruan. po merë me në thalë Se buri nuk do të martohet me gruan, atëherës nuk bon puna. Atëherë duhet ta çojmë tekniçki atë burit. Ke zgjimi. T'ja hapin një tekniçki ta kontrollojnë që avin qish buri jo. Më i ka kërcej dhe një del tjetër atë. Si do që tjetë. Këtë ato që do të bëjnë tekniçki, mund shkojnë ke zgjimi këto afër studios kene, në Gostivar. Mund të bëjnë kontrol teknik qeres e tyre, sigurimin e veturave dhe po ashtu karton gjelbërt mund të morin për veturat e vetë. A mund të tapin cërven? Nuk, gjelbërt vetëm hapin. Gjelbër që dalish për jashtë. Po, Dalish për i vinkla. Si do qoftë nesëm se nesëm ne mund të gjojmë t'i përmensime në sponsorat tjerë, t'i faleminderojmë për zemërsisht, kret ato që na përkrajnë neve gjatë këtij procesit të mahniqëm që ne të folim. Dushat nëjsi njëherë pike Vlak Vercollung Logistik AG. Ta përshëndes shoqin tim Qamilin, i cili na ka nejtë deng pim fillim njën fund. I sabrin e motë. Sabrin e motë dhe përshëndes kështu për zemërsisht. Gjithashtu e në ne përshëndesim. Vlak Vercollung Logistik AG është një firmë logjistike e cila transporton mallra pi Maqedoni në Zvicër dhe pi Zvicër në Maqedoni. Po ashtu, gjatë transportit, nëse ka problem me doganimin e atyre mallrave, ato e kryjnë në atë proces, dhe me thonë si në Zvicër, ashtu e në Maqedoni. Kështu që, kush don transportone mallrat e veta prej Zvicër në Maqedoni ose anasjeltas, mund ta kontaktone Vlak Vercollung Logistik AG. Lilani do të rëkiqe për te, ama e në nisen do të thamë, se dhe kum pike epizodat e hershme, kum lezo një koment, ku thot nuk ka Vercollung, po Fercollung. E në une nuk quem Heinz, quem Halil. Levine aj, le E në pole unë kam një vërreqe. Hajde, A mund të të pejtë shumë publikisht. Pse ke vlagu e ngren gishtin? Për herë. Po, pëso mendoj ka qonë për fillim një në fund. E na ashtu më kamet, erën e parë nëse shef një e kom bo Vlak Vercollung Logistik AG, ne vazhdoj që ashtu ta thomë. Ku e di, ajo është një shprehi, kamet. Po, interesant. E në qkon gishti. Po, Dhe me kujdes taj, se po, vlagu. Vlak. A, mund vazhdojmë deri te ato tjera. S'kena për ju. Vatan Met, klinika e cila gjendet në Shkup për mbjelljen e flokëve, po ashtu edhe për mbjelljen e mjekrës, po ashtu edhe për trajtimin e flokëve me
PRP. Si ishte PRP-ja? Pjenimi i ronjës Poçit. Poçit. Kush don t'i mbelle fjokët? Mund shkone, kontaktone ke Vatan Medin Shkup edhe të konsultohet falas. Po ashtu mund ta mbjellë në mjekrën, po ashtu e mund ta bone atë tretmanin, pa me i mjell mjekrën ose fjokët, mund ta bone tretmanin atë që shka do gjoja, si thujnë asaj kosmetike, shërbime kosmetike që mund të shërbehen atë ke Vatan Medi. A mund ta disi për shembull ta mille Vetlat ti maili. nuk me mjekrën në krejnë. Po, ekziston mundëseja, ato që s'kam fjok, pi mjekrës, i morin, i vëndojnë ke kreja. Ama të e shef se dhe bëjmë sharko breshko si luap në Në vetë to dhe dalë- verë, to zi. Të dale ma lirë, të thosh ke berberi iqëm një brisk ka krejnë. Mjekrës dhe kiesh, Ashtu? dhe thosh qitë ma mjekrën ke kreja. Ekzistone në ajo Musteqet në balë. Po, mu stjeshe. Shumë t'i bësh. Ke burg. Ekziston, Chicago ekziston. Bulls. Ta më, no, për vetlat, për ta më s'ka lidhi. Vazhdojmë. Hajde. Bini profesional. Kush do ngërshonja elemente për dyqanet e berbergjilnicave. Po ashtu e në produkte kozmetike qoftë për meshkuj, qoftë për femra. Mund shkonen të tof, ta kontaktone Bini profesional për të morë pajisja atë me pakic ose me shumic. Pa, unë me qëra fjalla mu mishtë argjit kolonska, e në atë shumë e mirë, më duk sa që shkava mara një di qera, Ta qa dhe që. nuk e mora dheqen, nuk të eqen, se dheqen ma lavdron të një koljek, tha dheqja, shka tha mere, kërkoja dheqen pjaqe, e në unë shkava, e në me vërte javlente. Po mo keqerja, sun hipshim keqerja, ishe buku se Alis ashtu reklamat e Bini profesionalit Po, i no. bëshe e në mobil në me qere na përshe. Kom një perim, ka i psa hip, e kom kolonskën, atë një bë njerë, shak shak e ne vëzisi. Dhe shkreje valonin dhe. Po ka ne, s'ti tale moja. Atëherës vazhdojmë. AX Engineering. Pa, Njëherë ja urojmë AX Engineering si kompani i feston sot 20 vjet krijimin e kompanisë. I dëshirojmë sukses e në 20 vjet tjera nuk, po e në 200 vjet tjera. Shërim shumë Ximit. të shpejt. Ximi 200 vjet. Po, Shumë i ka. oni se i A meriton X-i ta Ximit. Ximit? Ximit. Bashk me AX-i. Dhe sot Ximi është në AX-i, të lutem taj. Kush do në ndërton e shpej? Ximi është një arkitekt i cili ndërton shpeja e në banesa, e në fabrika, e në aerodrome, për varet pi nevojës kush qish don. Mund shkone ta kontaktone Ximin për projektimin e ndërtesave të tyre. Që qishtë të tomë, ma shumë. Shumë mo, veç e prish. Vetëm shkoni, zoti vudasht, kësmet shkoni të boni ka një shpe ose ka një ndërtes ke Ximi. Mjafton shkoni A ke i din zyra, ku pejnë. sekreti, ku shkon ke zyre ati e në shef se si e ka zyrën ndërtot, e në tho, më njëherë bindesh se ki, më vërte bon sendet mera. A ishte maja silë kështë si une, që i kështë qef dzicë ponët. Ta i teja do në ta lavdojsh vetë vetën a Ximi. No be, unë kom qef ti e kësia, se së njëm. Ama ishte njeriu me Alis kësho pastër. Si kundra është për balindolli, njeriu është high-tech. Amo tha Ximi, thoja disit për 20 vjetar frizurën ta regulloj. Oni, Me bulbën ka perik, one me perik dhe majtë. t'i shkëm në telim. Kush ka me tjetër? Kush ka me tjetër? Shoku im Azami. Super Garage. Të gjithë ato të cilët dun t'i ndryqin veturat e veta. Para kolpin ose prapa kolpin. Anësorët ose dun t'i polirasin veturat e veta, dun t'u zdresin. Mund shkojnë t'i linë, t'i polirasin ke Super Garage e cila gjendet në zdujnë të Gostivarit. Ose për ndryshe mund të kontaktoni ke rjetet sociale që do t'i keni ma poshtë, e ne mund t'a merrni terminin tuj, nëse duni qërje vjetër të duket si qërje re. Pimp my right, Super Garage. Vale, merakli gjallë. E pa si ma ka bo Vale, qere. abe merakli gjallë, i kom qef të ustallarat këtë më shumë. Mu ma ndroq, e kisha në derën e shtremët une. E kishte nga ndroqe? Po, e ndroqe në Kushkova se disha ka cëlla on ishte e shtremë. Vërtet. FK ta babin telefon, thash ka cëlla on ishte, tha ka on e gjatë. Unë e shefsha ka on e mështë. Varet pika e ke pate qëre.
E qëtej se di, kur e driqte, qirja ishte me turenin për kadera. E në kur hipa vërte se diktova se njeriu kishte bo një punë marrë mendëse. Respekte. Po ashtu vazhdojmë. Deals.mk. Të gjithë qytetarët të cilët duan të marrin informata se që është një vend. Qaku ka tonë që është unë. Shumë zorti dhe po është e vazhdojmë! Po, se na ka Si po ato sagi spektatorët vlajnë, unë e- e jap zort ati me që na bëjnë sagi. Sagi sa jana, jo kësto jana, i thujnë toke. Deals.mk, se kështë Deals.mk. Të gjithë ato që ju interesojnë çmimet e produkteve, qoftë të teknikës bardh, qoftë për furnizimin e shpejës, qoftë çdo që çmime duan të shohin, ato mund t'hipin ke Deals.mk e ne t'i shohin çmimet se si dallojnë na për dyqanet e Maqedonisë mrenda. Po ashtu, kush don t'i shese produktet e veta ke Deals.mk, ta reklamone firmën e vet, normale, ne t'i shese produktet e veta, mund të kontaktone ke Deals.mk, të gjithë këto shërbimet do t'i kijet falas. Një duar të rëkiqë. Bravo. Falas. Po, falas do t'i kje shërbim. Jednostavno, do të shes ishte i kje që unë kom dyqan me telefon. Du të shes telefonat e me, e fejs ke Deals.mk, e qete në logon time në çmimet e telefonave të meja. Te në kush do në bje, normal, shef. Ke dyqani im sa kushton, ke dyqani që tërkujt sa kushton. Kit mund t'i fejsin çmimet atë, e ne kjet një kompetici interesant atë. Interesant, bash interesant. Po. Lila do në tram trashin? Nuk tam teshin nuk e du se e përdorëm javën e kalote, në të hej kina inspirim me No, ne, soni që unë për qef dhe e vërtes një. Vërtet e një e tam teshin. Distrofa Tre. një refren. Refrenin gratise. 2, 3. Ene. E ne ta qonë telefon? Ta e kum digitalizohu tram trashin dhe u Ashtu. vijen WhatsApp. Qefi ke pas këta posta. Do me thonë të morë kitare, në është momenti këngës. Mirë dhe ishte, se kënga dhe jetë shumë e bukur. Kështu si e ke Tram trashin. asi gjojsh pa. Hazër? Azër. O im jeri une, vetes që shibona, nona më kërkon nose, musë me rasnjona. O im jeri une, vetes që shibona, nona më kërkon nose, musë me rasnjona. Ore djali me shyre, te kalas nonon e vet, me bem vesh si raket, nëse hala nuk ka gjet. Pusto baba i shkres, din shtu thote shokve vet, nuk martohet për qamet, i kan gjajt i dajës vet. O i mjeri une, vetes që shibona, nona më kërkon nuse, musë me rasnjona. O i mjeri une, vetes që shibona, nona më kërkon nuse, musë me rasnjona. Inshallah e gjeni nuse. Dëshirojmë kitë stari beqarave u martofshin sa ma shpet, Beqarve të përjetë shumë. beqarve të përjetë, Allah martohen sa ma shpet. Falë. Si t'ja vëndëm emnin kësaj këngës? Se kjo tram treshi nuk i qëtë tek titull. Kënga e beqaris, Nuk, kënga e beqarve të përjetë shumë. Stari beqare. ditej, unë dhe kisha thonë kënga e beqarve, ose kënga e kësmetit. E kësmetit vonë shumë. Ke daldis me këtë vonshëm, beqari e vonshëm, kësmeti vonshëm. Po, E vërtet me vërtesi po thosh, vërtet i Po vonshëm. vërtet i vonshëm, kitë me të U vonshëm. bo që teda ta lajnë dorë. Mo bëhet e në epizode vonshëm, telespektator të nderuar, mrejnëm ke fundi e në i kësaj epizodës, faleminderit shumë që na ndoqët, mos haroni kit ju që ini tu pa momentalisht këtë podcastin, hipni ke YouTube-i atë nëse e kini bo subscribe, faleminderit, nëse se kini bo subscribe, trosni ka një subscribe atë ke YouTube-i, se na duhet neve, bëni me rame. Po ashtu, na bëni follow në TikTok, në Instagram dhe në Shebuk. Në Shebuk. Shebuk.
Me qera lafi Big Brother i Sosi, pra. Sosi. Pse nuk ka... Sosi. E shqipnes. Shqipne, sosi. Valle, Hajdar, unë se kom pa bile, po ishte një gjë interesant, më rom të lujt dota, shpendin apo e kum qaf, fala, shpendin, kush ka fiton Big Brother, kush ka fiton Big Brother, di 13 veta ishim ate, as njoni nuk dinte kush ka fiton Merë ju Big një Brother. komunitet qeter. Po, taj ne, kush ka fiton dota, kishim gajle në Big Brother. Unë si regjie kom për të tyrë të ndjerë platformat tjera, e ne du t'iftoj se s'kanë mo që shofin, mara të shofin me u. E në kush fitoj? Qish fitoj? Dhe nuk e di kush fitoj, veç e di se ishte pron finalja. Faleminderit shumë që qirë si kam baru, shpresojmë se dhe na ndjekin neve, e nëpse nuk kina si Big Brother, nuk bëjmë ashtu gjoja si bëjnë atej, shpresojmë se dhe na shafë. Fundit, e në ne dhe duhet nesim dalim golit qit na shafë. Natën e mirë dhe miru pafshim epizodën e radhës. Ciao!